Së fundi, unë do jemi hapur me të gjithë ju. E mirë që janë dhe mediat këtu. Se njerë dikush tha ta bëjmë pa media, jo unë do thash me media. Tani, qëfar ka ndodhë dhe qëfar po ndodhë? Ky urdhon mediat që të përqendrojnë çdo gjë tek opozita. Në mënyrë që gjithë diskursi në shoqërinë shqiptare bëhet për opozitën, se ka dalë një puçër këtu, se ka dalë një problem aty, se ka dalë kjo, ka dalë ajo, dhe jo për problemet madhore të qytetarëve shqiptarë, në mënyrë që ato t'i fshi. Unë kam shumë respekt për mediat, dhe i garantoj që ne do mbetemi të hapur gjithmonë, por kurrë në funksion të kësaj strategjie. Jo, të dashur moderator të emisioneve televizive, doni ju përfaqësues tanë, doni t'i zgjidhni vetë plotësisht dakord, me të vetmin kusht, që ata do jenë aty, kur ju të sillni përballë tyre kundërshtarët. Po ata të jenë aty duke u sjell Lorenca aty, kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Duke sjell ballat, kjo nuk ndodh. Pse? Sepse kjo është një platformë censure. E pati u që nëzoren këto siamezet e Amas, nëzoren se Sali Berisha në gusht pas ka marrë 90%. 90% të mediave. Se në gusht, Edi Rama shtron të dreka dhe darka, udhëtonte me charter personal. Po ku i nëzoren? Shiko, nuk nëzoren lajmet. Se përsëri në lajme, 90% është Edi Rama dhe qeveria. Shiko çfarë mashtrimi. Pra, jo vetëm bëjnë krimin, që bëjnë censurën, po dhe mashtrojnë. Dhe kur pashun atë motrat siameze të Amas, që ishin bërë atë studim, turpshëm, mashtrim me statistika. Mashtrim me statistika. Ndaj dhe të dashur miq, ne jemi të hapur plotësisht për debate në studio televizive me të vetmin arsye të sillni kundërshtarin. Nuk kemi kohë ne të merrim me avokatër të qeverisë, të cilët kanë me borxh të mashtrojnë, të trillojnë në mënyrë të papërgjegjshme çdo gjë në studio, sepse keni një defekt shumë të madh. Dhe unë ja u kam thënë dhe ja u them studiove. Nuk bëjnë fact checking. Jo. Nuk bëjnë fact checking. Shkon ti aty, del ai para teje, deklaron 10 gjëra të pavërteta dhe hajde gjeni ti në gjusi kush është. Një televizor serioz, fill mrapa bën një fact checking. Edhe thot 1, 2, 3, 4 janë gënjeshtra. Mirë po su bë kjo, ku ta di ai që ndigjon? Se di ai. Ky tha kështu, ky tha cila është e vërteta. Ky është efekti më i tmerrshëm i censurës, thot Hannah Arendt. Ky është pikërisht atër kur e çon njeriu tek pikpyetja e madhe se kujt i besoj, çfarë të besoj. Ky është suksesi më i madh që arrin ata që ushtrojnë censurën. E bëjnë njeriu të pyes, po cila është e vërteta? Çfarë është e vërtetë? Kush është? Ndaj dhe
Naj dhe, po, ju ftojnë për intervist vetëm tek si të doni. Këte e keni, ju këshilloj si të dëshoni. Ama, që shërbejmë ne platformës së censurës, platformës së mashtrimit që del nga zyrat e Henry Fuchs, që ja ka mbathur, që kur kapse në restorantin e ti kalonin parate e takspaguesve shqiptar, ajo nuk ndodhë. Nuk mund të ndodhë. Unë ju sugjeroj misisht